أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد الله عز وجل فلندرم صلوات والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا درغان Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me jetën e ndryshme të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, ku mas ditës sotit edhe 3 derse janë, edhe për këtë Ramazan s'ka më derse. Kështu është jeta. Gara, fitoj kush fitoj, humbi kush humbi. Ndëgjoj kush ndëgjoj, shkoj kush shkoj. Fitoj e i cili i përvjeli krahët, e qeli zemrë, i qeli sytë e zemrës, dhe me vëmendje u mundu me mësu diçka nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij të mëdhej, siç është Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Sot do të përmendemi historikun e mbledhjes së Kur'anit. Njëra nga projektet më të mëdha të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. I pari i cili e bëri këtë veprim dhe i pari i cili e nisi këtë punë të madhe, Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ideja që i erdhi Ebu Bekrit radhiyallahu anhu për këtë gjë erdhi si pasojë e faktit dhe realitetit që në betejën e Yamamës, që pa të shku shumë sahab për të ballafaqur me rrencat dhe gënjeshtarët dhe mashtruesit që pretendonin se janë pejgamber, në mesin atyre besimtarëve kishte pas shumë hafizat Kur'anit. Shifeni kujdesin e Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu ndaj hafizave të Kur'anit. Dhe shumë hafizat Kur'anit pa të ra shahida. Shumë hafizat Kur'anit pa të ra shahida. Deri në këtë kohë, Kur'ani shumica ishte në përgjokset e njerëzve. Njerëzit përmend që dinin Kur'anin. Njerëzit e dinin përmendesh Kur'anin. A dini se në Shkup më herët, rallë ke mujt me gjetë xhami që Kur'ani Mukabele s'u ka lexu përmendsh. Midis Shkupit tash me gjitha të hafizat që i kemi, shumë rallë janë xhamiat ku hafizi lexon Mukabele Kur'an përmendsh. Ndoshta lexojnë Mukabele po e çelin Kur'anin. Se dini sa xhamia këndot Mukabele përmendsh, dikush të se din të ma konfirmon, përveç i sabehu të ka në gjemi tjetër këtu dikont, ku hafizi lexon përmendsh, xhamati ndëgjon me Kur'an, a din? Dyqan gjiki. Po, tjetër? Ku hafizi lexon përmendsh, xhamati ngon me Kur'an. Jo me Kur'an qel, edhe unë lexoj me Kur'an qel. Kryesora shumë pak, ma se e dina vetëm dyqan gjiki na kujtohet me përmend. Në për fshatrat dikont, a ka? S'ka. Si? Murat Pasha? Përmend që lexon hafizi? Pa Kur'an, që 3 u banë. Tjetër? Do më dhonë shumë pak. Do më dhonë shumë pak. Omerit radhiyallahu anhu ju mërzit shpirti dhe zemra kur mori vesh se shumica hafizave thu që 100 mbi 100 pa të ra shahida në Yamame, ka pjesa e Yemenit. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu shkon te Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe e këshillon Ebu Bekrin radhiyallahu anhu që ai të jep urdhën që mushafi të fillohet të shkruhet dhe mushafi që ishte mushafet ajetet kuranore që ishin të shkrume në për plaka, në për likura,
të mblidhen, apo në për letra të mblidhen. Ku do që ishin të shkrume në për lecka kishte mushaf të shkrum, për para s'kam pas si letra si kur na që i kemi. Koronën e kanë shkryt në ngur, e ka ditë dikush një ajet kuranor, ka marrë e ka shkryt në ngur, apo e ka shkryt me një plak të drunit, e ka shkryt ajete. Tjetër e ka shkryt me një copë që ka pas me një leck, e ka shkryt një ajet kuranor. I tha Omeri radhiyallahu anhu Ebu Bekrit, duhesh me dhonë urdhnin që dikush prej sahabëve to, që këto ajete kuranore që janë aty edhe këto, se ishin të shpërndame në shumë vende të ndryshme, edhe ajetet që nuk janë të shkrume, e sahabët e din përmendash, që ato që i kanë përmendash të fillojnë me shkryt në për letra, se çdo ditë janë të nau paksu hafizat. Gjendja alarmante si pas Omerit radhiyallahu anhu se po pakson hafizat. A kretë sahabët e Medinës, qatë që ju shpallke Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dinin përmendsh. Omeri po mërzitet se kanë met pak hafiza puna keqa. Para mendaj. Çka duhet ne me thonë në asat. Edhe pse alhamdulillah të na hafizat dhe hafizat shumë punojnë në këtë drejtim, alhamdulillah. Bereqeti i madh është që vendi jonë i ka ato hafiza dhe hafize që me të madhe punojnë në këtë drejtim, por apet se apet kur në zguzem mund dalë dhe kur në zguzem me thonën mirësh, apet duhet me punu ma shumë e ma shumë. Kur është në pyetja hajri, se do më thonë përsëri kemi pak hafiza që mundin me dalën përmend që me lexu para krejt xhamatit. Ato janë hafiza, ama me dalë me lexu 20 faqe para xhamatit, për shembull sikur që e bën Hafizion, nuk është punë e vogël. Unë e di jam hoxhë dhe marr vesh atë meselën shumë mirë. Ajo punë nuk është e vogël. Ajo është një pasuri shumë e madhe e jona. Sa e dim na kimetin, sa e vlerësojmë është tjetër mesele. Ama sa është zëngjëllëk i madh, është pasuri të masa e madhe e vendit tonë, na me pas hafiza në disa xhamia që kanë guximin me dal përpara xhamatit krejt Kur'anin me lexu përmendsh. Edhe për 20 faqeve atë bjen një herë gjysëri apo djere, veç dhe një vaf dhe një feme a kujtu. Kjo është mrekulli në vete. Ebu Bekri radhiyallahu anhu po i thotë Omerit radhiyallahu anhu, thotë Omer, çish ta bëjnë një punë që se ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kishini ku shkon menja Ebu Bekri. Po tutët mos i gjuna. Po tutët mos bëjë diçka që se ka bëu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. I tha Omeri radhiyallahu anhu, o Ebu Bekr, kjo është punë e hajrit. Tha edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpallja u ka shkrujt para syve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se ka ndalu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe është një vepër dhe një praktik që u ka praktikuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është diçka e re, se dikush donjëherë përmes që kësaj mundohet me argumentu dhe me legalizu dhe justifiku bidatin. Me thonën se që Korani sokonën që shtu musafi bom, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka bërë çtu musaf, dhe me bidatet e mira s'prish punë mi bë. Bidati s'ka as të mirë, e as të butë, e as të heshëm, bidati është një edhe ajo është i ndalum, nuk ban. Dinin tonë s'ka bidat i mirë, bidat i bukur, interesant, dekorativ, i pëlqyshëm, bidati njështë edhe ai nuk ban. Shifeni kujdesin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe debatin me Omerin radhiyallahu anhu si e zhvillojnë, kur Omeri i thot të mbledhni Kurani është, i tha vetëm ti të marrësh iniciativë të mbledhësh dhe që ato ajete që kanë me të pashkrujt, hafizat që i kemi në mesin ton, ti thirrmi që ata me na i citu ajetet kuranore na me i shkru. Dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu i mbushet zemra dhe i flet zemra në këtë argument që ja thot Omeri radhiyallahu anhu. Dhe krejt sahabët e pranuan një gjë të tillë. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu përzgjedh për këtë punë Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu.
e përgjith Zeid ibn Thabitin radiallahu anhu. Zeid ibn Thabit ishte njëri nga 4 ensarët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë e kishte angazhu me shkru ajete dhe me shkru letra her pas here sipas nevojës që kishte ummeti islam. E thirrën Zeid ibn Thabitin, Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu, dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot: "O Zeid, o vëllai jam, erdhte unë Omeri dhe më thanë kështu, e unë i thash Omerit kështu, e ai më tha mua kështu. Dhe në fund erdhëm me një përfundim se na duhet me fillu me shkru, me mbledh Kur'anin në një mushaf, se shumë hafiza na kanë rënë shahida në betejën e Yemamës dhe në këto beteja që ishin duke u zhvillu me kabilet e beduinëve. Sa ata të egër të vrasht nuk më shironin Hafiz Salim. Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu e pranoi këtë mision dhe këtë obligim që ja dhan, derisa thot Zeid ibn Thabit: "Vallahi, sikur të ma kishin dhënë obligim me marr një kodër me lëviz prej kësaj anën në anën tjetër, do të kishte qenë për mua më e lehtë se sa këtë detyrë dhe obligim që ma dhan." Dhe tregon Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu derisa e gjeta ajetin e fundit të surës Tauba me Ebi Khuzejmen radhiyallahu anhu. Ajetin e Ansari thot që vetëm Ebi Khuzejme radhiyallahu anhu e kishte përmendesh këtë ajet kuranor. Ajetin e fundit të surës Tauba ku Allahu zot thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Që tregon për tiparët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë i fuqishëm, por me besimtarët që ka qenë shumë i butë e i mëshirshëm. Pejgamberi Allahut ka qenë për hakin akon shumë i fortë, shumë i vendost, shumë i rrept i prejmë në hak kur okon pyetje drejtësia, s'ka pas tolerancë. Por me vllazët e vet, me besimtarët, raufur rahim okona. Ka qenë i butë edhe i mëshirshëm. Ju kanë dhimbë vllazët musliman. Ati ka qa syri dhe ju ka mërzit shpirti për vllazët e vetë, për besimtarët, kër i ka pa diçka keq. E thot këtë ajet kuranore e gjeta të surës Tauba, e gjeta tek sahabiu Ebi Khuzejme radhiyallahu anhu. E thot Zeid ibn Thabit që ndroi ky mushaf te Ebu Bekri radhiyallahu anhu derisa ishte gjallë Ebu Bekri. Kur ndroi jetë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, këtë mushaf e mori Omeri radhiyallahu anhu. Që ndroi te Omeri radhiyallahu anhu derisa ishte gjallë Omeri radhiyallahu anhu. Pas vdekjes së Omerit radhiyallahu anhu, ky mushaf mbeti në duart e bijes së Omerit, Hafsës radhiyallahu anha. Thot Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu: "Yarhamullahu Aba Bekrin huwa awwalu man jama'a bayna al-lawhayn." Thot Allahu e mëshiroft Ebu Bekrin, ka bu dua Ali radhiyallahu anhu për Ebu Bekrin mas vdekjes së tij. Thot Allahu e mëshiroft Ebu Bekrin. Ai është i pari i cili e mbledhi Kur'anin mes dy fletave. Mes dy pllakave, mes dy fletave. I pari është një gjë tillë që e bëri Ebu Bekri radhiyallahu anhu me pajtimin e krejt sahabeve. Askush prej sahabeve nuk doli me thonën se këtë që e kini boju nuk është në rregull. Dhe kjo është historiku i grumbullimit të Kur'anit, dhe ndoshta është e para pas vdekjes së pejgamberit sallallahu, jo ndoshta po është e para pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë veprim e ban në hapat e para të pushtetit ti Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Pasi që besimtarët e zgjedhin për halife, hapin e parë dhe punën e parë që e ban një gjë tillë. Thon ulemaja islam, arsyeja pse e zgjedhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu Zeidin radhiyallahu anhu, e para pse ishte i ri. E para pse ishte i ri.
kishte fuqi, takat se kjo punë kërkonte dikant që ka fuqi, takat, energji. Se u dashke me hetë shumë vende. U dashke me kërku shumë pllaka, lecka, do thot shtofe të ndryshme i shkruan Kur'ani, të gurit apo të drunit. E krejt ato mi mledh. Po edhe ajetet kuranore që nuk janë të shkrume, me i gjetë hafizat që i din ato ajete përmendës dhe me i shkrujt me një letër që mi pas trashëgimi besimtartë. E dyta thonë se Zeid ibn Thabit ka qenë një njeri i cili ka pas përvojë me një gjë të tillë. Ka ditë shkrim leximin dhe ka qenë një njeri i shkallë dhe që ka pas prirje në këtë punë, që të e bën të qartë se te Islami dhe te muslimanët duhet në punë që a japmi si detyra me i përzgjedh njerëzit që janë kompetent. Njerëzit që kanë prirje për t'i bërë ato punë. Shifeni, Zeid ibn Thabitin e kanë zgjedhë edhe pse atje ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu, ka qenë Aliu radhiyallahu anhu, ka qenë vetë Omeri radhiyallahu anhu. Por gjithë këto këtë punë të ndershme e kanë dhënë Zeidit radhiyallahu anhu. Kjo është njëra nga punët më prestigjioze që ka pas mundësi dikujt me ju dhonën në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Me pas ti namin, me hi një histori, me një veprim t'il, me të përmend emrin deri në ditën e Kiametit, me qenë ti i cili i pari kimi mbledh fjalët e Allahut në një qasi mushafi, që ne edhe na sot lexojmë, kjo do me thonën krejt ummeti që ka me lexu Kur'anin me një mushaf, se vapët kanë mishku pikërisht këtij sahabijut Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu, që ishte si iniciator që mund bë ky veprim. Llogaritën të kishte qenë një pjesë e Kur'anit në Mekë, një pjesë në Medinë, një pjesë në Sham, një pjesë në Irak, apo një pjesë në Misër, në Egjipt, e një pjesë ka kneka pjesa jo në Ballkonit. Sa zor do të ishte me bohat me sot? A që hakikat do të kishte pas qëtë me bohat me të qenë afes. Bajgiront. E kjo është begati, nimet prej Allahut Azza wa Jall, e të mos flasim në kohën tonë, elhamdulillah, ku gjithandej ka mushafa, ka Kur'ana, mushafa madje edhe elektronike, që do të pak na mbetet arsye të mos merremi me fjalën me leximin e fjalës së Allahut Azza wa Jall. E treta thon shkaku se Zeid ibn Thabit ka qenë njeri besnik, me dëshminë e krejt sahabëve, se nuk është punë një letër me adhon dikujt merret çoma atje, ti duhesh mi besu. Duhesh mi besu se ai s'ta çel letrën, s'ta shpalos sekrete, po edhe që letrën ka me qunë në vendin e vet. E jo me alon bisupet e tia, emanetin që me shkrujt në flet, emanetin më të madh që Allahu ja ka zbrit bive të Ademit, Kur'anin Islami. Dhe katërta është se Zeid ibn Thabit edhe më herët, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte pas përvojë në shkrimin ajeteve kuranore në prezencë dhe gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është njëri nga 4 personat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të gjithë ishin nga pjesa e Ansarve, i pata angazhu që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të fillojnë ngadalë të e bëjnë grumbullimin e Kur'anit apo ajeteve kuranore që ishin gjithandej. Dietarët përmendin shkaqet dhe sebepët dhe sekretet mbi të cilët kori sukses e Ebu Bekri radhiyallahu anhu, që gjithë këtë kaos që ishte në Medinë të largon dhe të stabilizon Medinën. Medinë o të lovit krejt mas të dekës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përmenda. Munafik për mrejnë la fillun me punu. Aisha radhiyallahu anha thotë çun kryt ata, më një herë. Beduinët me njën, disa e lanë fen krejt, disa e mohun vetëm zeqatin. E dullën do rejnëca, do pengamber të rejnëshëm që çun kryt edhe ato që thanë, si arrit Ebu Bekri që krejt këto fitne dhe fesate me imposht pa ndonjë pasojë të madhe. Dilemat, polemikat me sahabëve,
se Usamën a me qua, mas me qua mendimet e ndryshme për brenda, që kretë këta ta adopsojmë pozicionin para armikut, sidomos në kësi situata të ronda e të vështira, ku edhe muslimanët ishin në ditë mërzije, ishin bëgjit të mërzitur me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thonë dietarët, e para që Abu Bekri radhiyallahu anhu i mori sebepet e suksesit. Nuk u mbështet në përvojën e vet dhe në dinë e vet, por se i mori sebepet, i përvjeli krahët, e që këtu përmendin dietar disa sebepe. E që kryesorët prej tyre që janë pjesë përbërëse të kulturës dhe të edukatës së muslimonit të marta prej fjalëve të Allahut azza wa jall, e që dietarët i theksojnë, thonë yuhibbuhum wa yuhibbuna. E para që Allahu azza wa jall këtë gjenerat Allahu e ka dashur dhe kjo gjenerat të imase ka dashur Allahun azza wa jall. Kjo gjenerat e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka dashur Allahun azza wa jall më shumë se vetveten. E ka dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetveten. Dhe kjo është dëshmuar me dëshmitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një popull kur Allahu azza wa jall e don, edhe Allahu azza wa jall e don atë popull. Dhe atij populli Allahu azza wa jall i jep suksese dhe i jep udhëheci mbi tokë. I jep fitor udhëheci dhe u jep gjitha të mirat mbi rrugëllim toksor. E dyta, thot tipar i tyre ka qenë edhilletin alel mu'minine a izzetin alel kafirin. Këto besimtar ishin modest me muslimat. Kjo kategori, kjo gjenerat, ishin modest me vllaznit e vetë. A ishin luana me armiqt. Që subhanallah, sot është e kundërta gjendja me besimtarët. Me vllaznit e vetë luana, a me armikun pula. Me ndëgju 24 orë flet kundra muslimanëve, kundra vllaznit vet, flet kundra hoxhës, shton fitnë, shton fesat, kur njëherë një laf se thot kundra dikuj që i ban keq islamit apo muslimanëve. 24 orë merret me muslimanët, me vllaznit e vet. Kur son gjendje, një hap me e bo, me imbrojt këtë islam dhe këto musliman. Sinalët goja të ju bo shërë islamit dhe muslimanve. Ka të jenë milion ratë muslimat, ka të cilët, veç fitnë e shërë, fesat, keq, laf, shto ati, shto këti. Nuk ka mundësi një gjenerat me ejtë për para, që i ka këto punë të përzime. Që tash për janë me muslimant, atë but janë pula me armiqët e islamit. E të mos flasim se na ma shumë merremi të i kritiku muslimant, se sa të i tregu vlerat dhe bukurit e islamit jo muslimanve, që ndoshta iq kur gjon nuk dim për islamin. Me kon veç me ndru rolin dhe punën, veç sa me i kritiku muslimant që ka punojnë, disa kur gjon s'din me punu, a i veç din me përcjellë që ka punon tjetër kush. Dhe qatë di me bo. Edhe me gjeta i gabime vërejte. Po gjithë këtë energji, kohë që e hup, pa ta obligu Allah. Allah më ka caktu mu me laqet që më përcjellë mu. Së përna jote, o gjuna. O ingratë. Që këtë angazhim, që këtë vullnet që e ki, hajde ndreja vendin. Fillo me tregu për bukurit e islamit. Mos trego për mangësit e mia. Se unë i kam, musola dhe që unë e për fillimit i tregoj. Edhe çdo musliman i ka ata. Angazhohu jo muslimanve, tregova bukurit e islamit. Se ndoshta dikush për jo muslimanve, që është i sinqert në leximin e tij, mundet me pranu islamin e të fitosh bile në ai sevap. Ati kur flet kundra jo muslimanve, vetëm ma shumë të urejnë njerëzit se kjo është një cilësi dhe veti që Allahu e urejnë dhe Allahu i shtin edhe banorët e tokës të urejnë atë njeri. Fatkeqësisht në kohën tonë, sidomos në këtë zaman që fatkeqësisht i jepet shit me dialektit mundësia që me pas para vetes një tastiere dhe me shkruajt lloj-lloj punë të këqija, Zot na ruaj
nga gjuha dhe shkrimet e atyre njerëzve. Gjitha të vullnet, me shkryt 2 faqe, 3 faqe, të i ofendu të isha musliman, me pa shkryt 1 faqe, 1 ajet kuranor, apo 1 hadis, apo 1 fjalë të Ebu Bekrit dhe të Omerit, kish fitu në i sevabin e ingratë. Kështë edhe 10 faqe më shkryt atë kur kështë se nganë. Kotë vetëm gjunaj që i mbetet dhe i mbetet ai gjunaj i shënum. Ti pari sahabëve dhe shkaku i fitore sahabëve që është fakti që ata kanë qenë të butë me zvete. E me armiku një konën luana. E treta, ju gjahidune fi sebilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Kam bo gjihad fi sebilillah dhe as kujt nuk janë frigu pas Allahut azza wa jall. As kujt janë frigu pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk kanë qenë sikur Beni Israelet që i kanë thonën udhëhecit vetë Musa a.s. Shko ti me Zotin ton të lufton kur ta sosësh luftën në thirr neve. S'kanë qenë kështu. Këto kanë qenë mas urdhnit të emirit tyre dhe halifit tyre që ua ka dhënë. Dhe besimtarët e mirë dhe devotshëm deri në ditën e sotit qëndrojnë mas urdhit të imamit tyre, të liderit tyre, të prijesive të tyre, sepse në këtë ka bereqet dhe kështu korët fitoria dhe suksesi dhe vinë të mira të Allahut azza wa jall në dorën e besimtarëve. Dhalike fadlullahi yu'tihi men yasha, kanë qenë të bindur se të mirat që ju kanë ardhur nuk kanë qenë me meritën e tyre, por se kanë qenë si rrjedhoj dhe si pasojë e begative që Allahu azza wa jall dërgon besimtarëve. Kur s'ja kanë vesh vetvetes sukseset. S'ka thonë une, ka thonë, elhamdulillah, kjo është mirësi për Allahut, këtë bashkë kena bo. Allahu na e ka bo nasib. Allahu na e ka bo nasib. Dhe të mirat dhe begatit që Allahu a ka dhonë, gjithë një, ato vlerat dhe mirësia kanë këthy vlerat dhe këto nimete Allahu subhanahu wa taala që i ka nderu dhe i ka beku me ato begati. Kalem me urdhin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu që e Khalid ibn Velidit që të shkon edhe të e çliron Irakun. Kalon me një periudhë të re Ebu Bekri radhiyallahu anhu që Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu i jep urdhën që të shkon të e çliron Irakun. Dhe për këtë gjë Omeri radhiyallahu anhu i angazhon 3 brigada. Hala pa ardh Khalid ibn Velidin në Medinë, pa u kthi i çon Ebu Bekri radhiyallahu anhu letër rrugës dhe i thotë mos u kthen në Medinë, vazhdo për Irak. Dhe vazhdo ka pjesa perëndimore e Irakut dhe fillo me i çliru vendet që janë në periferi të Irakut. Dhe i thotë Ebu Bekri radhiyallahu anhu: "Wa an yata'allafa an-nas wa yad'uhum ila Allahi azza wa jall." Dhe i thotë Khalidit: "Shife merri njerëzit me të mirë dhe s'parjerë thirrin Islam." Këshire bashkova zemrat. Dhe i thotë Khalid ibn Velidit: "Kush don prej fiseve që janë musliman me të bashkangjit, pranoj me vete. Ato të cilët ja kanë këthi njerë shpinën Islamit e janë pendu, ato musliman me vete." Shifeni qëfar këshilla jep. Se pa të pas në atë zonë fise, beduin, që pa të mbodrit det, masën ju pa të mpendu. Thotë këto musliman me vete. Këto në ta dëshmojnë pendimin e vetë si shdut, masanit i meri me vete, se kjo punë nuk është punë e vogël. Ato lene pak në të pjekën një sta. Ato s'janë hazët për me dollë me ty në këtë mision të madhë. E pasaj thot Ebu Bekri, Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu, as kënd mose dhe as kujt mos ja imponon që ta pranoje Islamin. I thume të mirë, e pranon Islamin, elhamdulillah e pranon. Nëse se pranon, mos i shtin me dhunë dhe mos i lufta. Para se mi thonë, masi nuk e pranon Islamin, atëre ju du të me hinë në mbrojtjen tonë. A dojni me qenë pjesë e shtetit tonë, valla dojna me qenë pjesë e shtetit tonë. Tamam, atëre tatimi ju vështë qështo. Thotë jo me dha, me ju thonë nëse se pranojnë Islamin, kina me ju luftu, jo. I thirë me të mirë në Islam, vasqaron mirë Islamin.
Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu, se shpesh dikush kur e tregon Khalid ibn Velidin e paraqet si njeri I cili s'ka ditë me thirrën në Islam, po e ka ditë vetëm me shpatë. Nuk ka e vërtetë. Kjo është mangësi në autoritetin e Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu. Sa ai si komandant I Islam ka qenë edhe thirrës Islam. E që këto urdhnat e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me përpikshmëri I ka çuar në vend Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu. Dhe I thot, nëse dikush nuk e pranon Islamin, s'don që si fle zemra, I thua keni me vazhdu me ndet në pushtetin ton, apo keni mu largu prej këtujt, se ky shtet më, kjo zonë më është pjesë e shtetit Islam. Nëse thënë largohemi, lenin e të shkojmë. Nëse thënë, jo, do të rim këto, atëherë va tregon si është rendi I tatimit në shtetin Islam. Gjithë njerëzit në shtetet e vete, Islame, jo Islame, paguajnë të atë. Edhe sot, gjithë na paguajnë të atë. Dhe gjithë bota paguajnë të atë. Kush ma pak, kush ma shumë, por ato janë sistemet që janë. Pastaj Ebu Bekri radhiyallahu anhu angazhon edhe ushtrinë e dytë që jep urdhën që të vazhdoje në drejtim të Irakut. Ayad ibn Ghanem, I cili ishte në pjesën e Nebajit, I cili kishte dalë me një mision që I kishte dhënë urdhën Ebu Bekri radhiyallahu anhu që të del aty e të e kryen atë obligim. Dhe I thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, askënd nga ushtarët mos e merr me dhunë që më ardh me ty në drejtim të Irakut. Dhe pastaj thot, kush don le të vije e kush don le të mos vije. Dhe I thot këtij dhe jep urdhën që t'i bashkohet komandës së Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu. Dhe I thot Ayadit, kush prej jush mrin I pare në Hirra, ai do të jetë komandant. Thot Ayadit, nëse ti mrin I pare, ti ke me qenë komandant. Nëse mrin I pare Khalidi ka me qenë komandant. Dhe jep urdhën që mu nis ka pjesa e Hirrës, që është një pjesë ndryshe nga ajo në të cilën drejtim ishte Khalid ibn Velidi radhiyallahu anhu, por rrugët e tyre gërshetoheshin në pjesën e Hirrës. E I thot Khalidi, nëse ti mrin I pare, ti ke me qenë komandant. Nëse mrin Khalid ibn Velidi, ai ka me qenë komandant. Kuptimin e asaj, sa ai cili mrin I pare, ai I pare e ndërton infrastrukturën e asaj zone. Para përgatitet I ban ai, që I ban I pare para përgatitet, atij I takon udhëhecia dhe prirja. E nëse e bën një gjë të tillë Khalidi, atëherë ti kemi nënshtruar komandës atij. Nëse e bën ti këtë punë, atëherë Khalidi ka nënshtruar komandës tënde. Në mesin e tyre ishte edhe Al-Muthanna ibn Haritha persian, të cilën Ebu Bekri radhiyallahu anhu I kishte dërguar më herët ka pjesa e Persisë, shoku se ishte persian në origjinë dhe e njefke mirë zonën e Persisë, e pa të dërguar që kadal të fillon atje ta ngrit zërin e ushtrisë islame. Dhe I thot atij, edhe ti të shkosh dhe të bashkohesh komandës së Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu. Dhe këtij I ndodh një fitnë dhe një sprov. Dhe me këtë ta përmbyllim për sot, që njëri nga komandantët e tij dhe ushtarët e tij të dalluar me emrin që e përmend historia me dhuur, I shkruan një letër Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. I thotë Ebu Bekrit, unë jam nga zona e Irakut. Jam kalorës I shkath dhe kam me vete shumë kalorës të shkath që kanë prirje, që e njohmi zonën mirë, që I njohmi njerëzit mirë, u adim traditat, u adim pikat e forta dhe pikat e dobta. Dhe I thotë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe në interes të ushrisë islame, po kërkoj prej teje që të më lësh komandant kryesor të kësaj njësie që e ke dërguar në krye me Al-Muthanna ibn Haritha radhiyallahu anhu. Kurse Muthanna ibn Harithas
Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot, wala ta'si lahu amran. Thot, kur takohesh me Khalidin, mos gabon me akthi fjalën. Subhanallahu, Ebu Bekri radhiyallahu anhu me komandantët flet me gjuhën ushtarak. Urdhna, s'ki drejt me akthi fjalën Khalidit. Ki me unushtru nër komandën e tij, thot. Wala tukhalifna lahu ra'yan. Asnjë mendim mos ja kundërshta. Edhe mendim kur tapet i mos jep ndryshe. Ai çka thotë? Fa innahu min alladhina wasafa Allahu tabaraka wa taala. Thot, ai është nga ato njerëz të cilët Allahu i ka cilësuar me cilësi të mëdha në Kur'an dhe përmend Ebu Bekri radhiyallahu anhu në ajetin në surën Fath ajetin 20, wa ma Muhammedun illa rasul. Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu. Për Muhamedi dërguar i Allahut dhe ata që ishin me ata, i përmend Allahu cilësitë dhe tiparet e mira e të bukura të sahabëve. E thotë Ebu Bekri Khalidi radhiyallahu anhu është prej këtimve që Allahu kështu i ka përshkruar Kur'an. Kurse Medhuri i shkruan letër Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe i thotë, mu me mlon komandant, sunë një më mirë këtë zonë. Se ky komandanti që te i kilonën në krye me të Muthanna ibn Haritha është persian, nuk i njeh mirë irakianët si i njofone. Atëre Ebu Bekri radhiyallahu anhu ja kthen letrën Medhurit dhe i thot, më ka ardhur letra jote dhe kuptova se kush jeti, e mora vesh se sa vlera të mëdha e ka populli jot. E kuptova se ti një ushtar i shkath dhe ki prirje me kaloru me kalë dhe prej atit ka pas prirje që me zhvillu beteja. Mora vesh edhe për fisin tënë, thosh fis me nam dhe që li vdan Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe i thot, dhe je urdhën dhe i thot, thot, edhe shoku jot më ka shkruajt letër, të cilën letër e kum pranu, po edhe ati edhe ti po t'jap urdhën që kur të mrini në Irak në atë zonë, të ditë të nënshtroheni Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu. Thot, edhe ti, Medhuri, edhe komandanti persian El Muthanna ibn Haritha, thot, të ditë e keni obligim të nënshtroheni komandës Khalidit radhiyallahu anhu. Kur të mrini ati, keni me qenë nën komandën e tij. A këto vlera që i përmende, po këtë janë qashtu si që i përmende, dhe çdo respekt dhe nam për atë, dhe kështu Ebu Bekri radhiyallahu anhu me lartë pamësin e ti e mbylli një konflikt që ishte mes dy komandantëve të shkathet të prim në beteja dhe në mejdanin dhe rafshin e gjihadit. Inshallah do të vazhdojmë në ditën e nesërme. Zoti ju bekov dhe i shpërbleft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.